Grabitje me Kalashnikov në Ferizaj. Kapën brenda minutash 3 të dyshuarit. Një grabitje armatosur ka tronditur dje fshatin Slivov të Ferizajt, ku në mes të ditës një market është grabitur nga një person i maskuar dhe i armatosur me Kalashnikov. Një person i veshur me rroba të zeza, me fytyrë të mbuluar dhe syze, ka hyrë në një market dhe nën kërcënimin e armës ka marrë para nga arka rreth 500 euro, duke u larguar më pas me shpejtësi në drejtim të varrezave të fshatit, por arratisja nuk ka zgjatur shumë. Policia ka reaguar me njëherë dhe brenda pak minutash ka arritur të lokalizoj dhe të arrestoj të dyshuarin kryesor. Në të njëjtin operacion janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë të dyshuar si të përfshirë në rast. Të arrestuarit janë Bunjamin Tereziu si dyshuari kryesor, si dhe Vullnet Sadriu dhe Renar Hysaj. Gjatë aksionit policor është sekuestruar edhe arma e përdorur në grabitje një AK-47, ndërsa më pas janë kryer bastisje në një shtëpi pranë vendit të ngjarjes ku janë gjetur edhe rroba të dyshuara si të përdorura gjatë krimit dhe një vetur Audi Q7 që dyshohet se është e lidhur me rastin. Në vend ngjarje kanë intervenuar hetuesit rajonal dhe forenzika, të cilët kanë mbledhur provat materiale dhe kanë analizuar kamerat e sigurisë që ndihmuan në identifikimin e shpejtë të dyshuarve. Me vendim të prokurorit për krime të rënda, rasti është cilësuar si grabitje armatosur dhe armëmbajtje pa leje, ndërsa 3 të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë. Hetimet po vazhdojnë dhe priten detaje të reja për këtë rast që ka alarmuar gjithë zonën.